Në studio është nga Lëvizja Bashk, Emilian Dokita, faleminderit që jeni këtu. Ju dhe Lëvizja Bashk, ku ju bëni pjesë, ka qenë pjesë e protestës për Zvërnecin. Cila është arsyeja që ju protestuat dhe që keni njoftuar se do të vijoni edhe sot me protestat? Shiko, ne kemi të bëjmë me një tjetërsim të një zonet mbrojtur, bëhet fjalë për Pishporo, Nartë edhe Zvërnec, edhe deputeti Lëvizjes Bashk ka mbajtur qendrim të qartë në parlament para 2 javësh. Banorët e kishin parë me vëmendje qendrimin e Lëvizjes Bashk, kanë parë me vëmendje edhe qendrimin e kryetarit Lëvizjes Bashk Arlind Qorit, ku ka thënë qartazi që Zvërneci, Narta duhet të qëndrojnë zonat mbrojtura, ashtu siç edhe Ishulli duhet jetë pasuri e gjithë shqiptarëve, jo pronë private e askujt. Në këtë drejtim ata kanë parë guximin ton, edhe banorët na kanë ftuar në protestë për t'i ndihmuar dhe për t'i mbështetur ata. Ne kemi qenë aty për të mbështetur zërin e banorëve të Zvërnecit. Pra ky është, po themi, motivi juaj kryesor për t'ju bashkuar kësaj proteste? Pra, janë 2 motive kryesore. Motivi i parë është që ajo duhet të jetë zonë e mbrojtur me ligj, ashtu siç është. Dhe duhet me patjetër që të mbështeten banorët e Zvërnecit, sepse ajo zonë aty i përket së pari banorëve të Zvërnecit e së dyti gjithë shqiptarëve. Në këtë drejtim ne ishim aty edhe pam se si kemi të bëjmë me një strukturë të organizuar kriminale, kemi të bëjmë me oligarki ekonomike dhe kemi të bëjmë me një klasë të vjetër politike të futur thellë në këto interesat ngushta për të tjetërsuar pronën e përbashkët të gjithëve neve. Shqipëria nuk është në shitje. Kjo është e qartë për të thënë para gjithë politikanëve të korruptuar, para gjithë atyre të cilët duan ta përveçsojnë, ta privatizojnë dhe ta shkatrojnë Shqipërinë. Çfarë shqetësimesh keni ju dhe protestuesit e tjerë lidhur me projektin e resortit që pritet të ndërtohet? Para një herë nuk duhet të ndërtohet asgjë në zonë të mbrojtur. Kategori e 5 e cilësoj kryeministri. Në zonë të mbrojtur nuk duhet të ndërtohet asgjë. Dhe institucionet e Bashkimit Evropian, institucionet ndërkombëtare kanë reaguar duke kërkuar menjëherë shfuqizimin e ligjit që kanë bërë më përpara Partia Socialiste bashkë me eksponent të Partisë Demokratike që kanë heshtur dhe nuk kanë thënë asgjë për të ndërtuar në zonat e mbrojtura. Pra, ai ligj duhet shfuqizuar menjëherë. Dhe pikërisht këtu Edi Rama thot qartazi që thot ne po punojmë me ligj. Po ligjin e kanë bërë para 2-3 vitesh dhe ai ligj është në kundërshtim me kushtetutën edhe vullnetin e popullit të Shqipërisë. Në këtë drejtim, ne kërkojmë qartazi që ajo zonë të jetë zonë e mbrojtur, ne kërkojmë që banorët të Zvërnecit dhe të Nartës të marrin atë që meritojnë, të shkojnë aty, të bëjnë plazh, të kullosin bagtit, të jetojnë normalisht në shtetin e tyre dhe gjithë shqiptarët të shkojnë aty pa gardhe, pa hekura dhe pa pas nevojë që në një zonë bregdetare, në det të hapur, të bëjmë luftë për të kaluar. Dhe sinqerisht rrëmbimi na ka kujtuar gangsterët e Berishës që dikur rrihnin njerëz, por gangsterët e Berishës dhe të Ramës tashmë janë bërë bashkë për na rrahur në gjithëve. Si e vlerësoni deklaratën e kryeministrit Rama se zona e Pishporos është kategori e 5 e mbrojtur dhe se ligji lejon zhvillime të caktuara aty? Mashtrues. Është mashtrues sepse ligji sapo e kanë bërë para 4 vitesh. 3-4 vitesh këta kanë kaluar në parlament që mund të lejohet në zonat mbrojtura. Më përpara se të kalojë ky ligj, nuk do kishin mundësi të ndërtonin asgjë në zonat e mbrojtura. Pra, kanë kaluar vetë Partia Socialiste, ka kalu ligjin, dhe tani Rama na citon ligjin. Ajo çfarë ne citojmë Ramës është që 1 është zonë e mbrojtur, 2 gjithë institucionet ndërkombëtare janë ngritur peshë duke kërkuar që ky ligj të anullohet. Në këtë drejtim ka dhe disa problematika tjera. Nuk ka pak transparencë. Nuk mund të rrethosh Bregdetin. Nuk ka asnjë lloj kuptimi. Disa protestues kaluan me notë. U futën në not dhe kaluan hekurat, kaluan telat me gjëmba. Dhe security, as policia nuk mund të reagonin, sepse ata ishin në ujë. Si do reagonin ata? Pra kanë vendosur tela me gjëmba në vende ku absolutisht nuk mund të izolohet. Kanë vendosur beton, kanë hedhur beton mbi një zonë të mbrojtur. Është e frikshme ajo çfarë ndodh në sytë e gjithë shqiptarëve, ndërkohë që ata kanë menduar që njerëzit nuk do reagojnë. Ata kanë menduar që banorët nuk do reagojnë. Banorët janë shantazhuar. Janë shantazhuar nga këta njerëz. Si janë shantazhuar? Ka fakte, ka deklarata? Rasti konkret, duhet hulumtoni dhe ju si media. Rasti konkret është një ambientalisti që ka mbi 10 vite që merret me zonën e Nartës edhe zonën e Zvërnecit, që
ka bërë hulumtime dhe merret me mbrojtjen e hapësirës aty dhe e kanë dalur gangster, halabak, njerëz të cilët janë punësuar nga oligarkët aty, e kanë dalur dhe i kanë shantazhuar dhe i kanë thënë ju nuk po ju pam dhe njëherë që ngrin një dronin, po ju pam edhe njëherë që vini vërdall këtej, ne do ju tregojmë vendin e do ju çojmë aty ku nuk duhet. Pra në këtë drejtim kemi të bëjmë me një strukturë kriminale, kemi të bëjmë me oligarki ekonomike, kemi të bëjmë me një klasë të vjetër politike, e kemi të bëjmë edhe me një heshtje goxha të madhe mediatike. Në këtë drejtim, vetmi gjë që mundet me shpëtu është protesta e qytetarëve për të mbrojtur këtë pasuri tonë kombëtare. Kryeministri tha se ende nuk ekziston një projekt arkitektonik i miratuar dhe se studimi mjedisor nuk ka përfunduar akoma. A mendoni se protestat janë të parakoshme dhe të nevojshme pikërisht në këtë fazë? Kryeministri mashtron, sërish mashtron. E pse mashtron? Për ta kuptuar qartë. Kuptojmë fjalën e tij. Fjala e tij tha, ne po anullojmë projektin e vjetër. Pra është anulluar projekti i vjetër, do bëhet projekti i ri. Atëherë pse po bëhet ky projekt i ri? Sepse po protestojnë qytetarët dhe e kuptuan që këtu kemi të bëjmë me diçka kriminale, pra kemi të bëjmë me një tjetërsim pronash, mos harrojmë që spaku ka nisë hetimet. E mua më vjen mirë që institucionet e drejtësisë kanë filluar të lëvizin. Edhe këto janë shpresë për vendin tonë, shpresë që qytetarët po lëvizin, shpresë që institucionet e drejtësisë po lëvizin. Kjo gjë që po ndodh, më falësh, kjo gjë që po ndodh në Zvërnec dhe Nart, po ndodh në gjithë Shqipërinë. Dhe kjo është e tmerrshme. Tjetërsimi pronave ka ndodh edhe në zonën e Velipojës. Ndalemi pak këtu. Po flasim për tjetërsimin e pronave. Ju po thoni, a keni ju të dhëna konkrete sa aty realisht janë tjetërsuar pronat? Të dhënat janë konkrete. Si, ka dokumenta që e faktojnë? Banorët kanë dokumente, të cilat dokumentet e vjetra të tyre, të cilat e pretendojnë tokën e tyre. Ndërkohë, njëri nga... Kanë dokumenta që i pretendojnë, apo dokumenta të vjetra që tregojnë pronësinë? Kanë dokumente që tregojnë pronësinë, ka pas kriminal të zonës të cilët i kanë përvetësuar në mënyrë të paligjshme pronat e tyre, këta banorët i kanë dërguar në gjykata, e kanë fituar një herë, pastaj është ankimuar, pastaj është ky kalvari i sistemit drejtësisë dhe në fund kemi disa njerëz që kanë mijëra hektar, të cilët nuk janë dem babadem nga Zvërneci. Por ajo thelbi që qëndron tek logjika e lëvizjes bashkë, është që ajo është zonë mbrojtur. Nuk është as e banorëve, në kuptimin si pronë private, banorëve që mundet me ndërtu gradacela aty, dhe as e atyre që pretendojnë, falsifikatorëve. Ajo zonë duhet jetë e zonë e mbrojtur. Pra, as për banorët e Zvërnecit dhe as për oligarkët të cilët duan tjetërsojnë pronat. E theksoj, banorët e Zvërnecit e gëzojnë sepse jetojnë aty. Ju i keni parë dokumentat që kanë banorët e Zvërnecit për të prona? Ju personalisht, ose Lëvizja Bashkë? Pra, nuk kemi të bëjmë një konflikt përëndësie. Për Lëvizjen Bashkë nuk kemi të bëjmë një konflikt përëndësie. Po flasim për tjetërsim pronash? Pra, kemi të bëjmë një zonë të mbrojtur. Po kryeministri tha që është kategoria e 5, pra nuk është as kategoria e para, as kategoria e 2. Po çfarë do thotë kategoria e 5? Është zonë mbrojtur. Diferencë do thotë që nuk mund të hidhet beton në atë zonë. Në një zonë të mbrojtur. Po çfarë ndryshimi kanë kategoritë e zonave të mbrojtura, kur bëhet një lloj kategorizimi për ta kuptuar? Për ta kuptuar thelbi është, në një zonë të mbrojtur, nuk mundet, si çfarëdo kategorie tjetër, të betonizohet. Nuk mundet të gardhizohet. Nuk mundet të ndërtohet një projekt i cili është totalisht fantazëm. Fantazëm sepse ne nuk kemi asnjë lloj transparence. Në fakt, kryeministri tha të kundërtën që duke qenë kategoria 5 e di çfarë do thotë transparencë qartë. Kur ndërtohet një shtëpi, kur ndërtohet një investim i caktuar, vendoset një tabelë. Kemi një afat caktuar. Patjetër, si në çdo ndërtim, është plan projekti. Për kaq vite do ndërtohet etj. Ndërkohë aty bëjmë vetëm me një gardhim. Pra, vetëm me gardh... Rrethimi i zonës që pretendohet të ndërtohet. Pikërisht, pra as pak transparencë. Shoqatat mjedisore kanë dërguar kërkesa në të gjitha institucionet dhe kanë marrë totalisht refuzime. Institucionet e vendit? Institucionet e vendit. Dhe kanë marrë totalisht refuzime dhe mungesë të theksuar informacione. Janë vënë në dieni ambasadat të huaja? Të gjitha ambasadat janë vënë në dieni. Ka patur një reagim? Janë duke monitoruar dhe unë siç e thash, institucionet e Bashkimit Evropian kanë kërkuar që të anullohet ligji për zonat e mbrojtura. Dhe në momentin që anullohet ligji, sigurisht që atyre nuk lejohet më çdo lloj projekti shuhet, sepse nuk mund të ndërtohet më në zonë të mbrojtur. Pra, cilat janë kërkesat konkrete të protestuesve ndaj qeverisë dhe investitorëve që të mos ndërtohet fare në këto zona të mbrojtura? Kërkesat e banorëve të Zvërnecit janë të qarta, në fakt. E para një herë, ata e kanë konfliktin me
ata të cilët pretendojnë që është prona. Pra, me Pra e para është falsifikatorët. konflikt pronësie, po themi. Ata e kanë, banorët e Zvërnecit e kanë konfliktin e pronësisë me falsifikatorët. E dyta, banorët e Zvërnecit janë që zona të qëndroj ashtu si që është. Pra, as ata vetë nuk duan të ndërtojnë gradacela aty, të betonizojnë zonën. Ata thonë që ne jemi rritur aty, kemi jetuar aty, kemi gjitha kujtimet aty, dhe ne nuk duan të tjetërsojmë zonën, të shkatrojmë zonën. Ama, momentin kër e shojnë që ata i kanë dokumentet e tyre me të vërtet, por kemi të bëjmë me, si që nga thotë edhe Spaku tashmë që po ka njës hetimet, kemi të bëjmë me një tjetërsim potencial të pronave, kështu që ata janë nuk mund të talemi me njerëzit. Banorët e Zvërnecit janë pronarët e atyre tokave. Banorët e Rjollit janë rjollianët, janë ata që janë pronarët. Nuk mundet të them unë që jam nga një zonë e caktuar, të them jam pronar i Sarandës. Nuk ka si lloj kuptimi në këtë mes. Ose këtu ka një tjetërsim të theksuar të pronave, ose ka diçka që është futur përtej ligjit. Dhe shpresoj të Spaku të zbuloj sa më shpejt. Dhe një pyetje, problemi më i madh ishte pjesa e tjetërsimit të pronave. Ç'do të ndodhte me këta banorë nëse investitorët do të vinin dhe do të blinin, po themi ligjërisht këto prona? Do ta bënin përsëri të njëjtën protestë? Lëvizja Bashk do të protestonte gjithmonë që zonat e mbrojtura në gjithë Shqipërinë, sidomos në Nartë edhe në Zvërnes, me cilin po bëhet fjalë, të qëndroj zonë mbrojtur. Pra, jo të betonizohet, jo të tjetërsohet. E kuptoj. Pra, në këtë mes kemi të bëjmë me dy gjëra, pra shumë të rëndësishme, zonë të mbrojtur dhe struktura kriminale të cilët kanë tjetërsuar pronat. Emiliano, unë shpresoj që edhe kryetari i Lëvizjes Bashk Zoti Qori të mos na akuzojë më për mungesë vëmendje mediatike sa i takon Zvërnecit. Faleminderit. Unë falenderoj për hapësirën, edhe do të doja që kudo ku janë protestat, çdo media të ishte e lirë për t'i thënë hapur të vërtetat, ashtu siç janë, dhe unë ju falenderoj. Faleminderit që ishe këtu.